Apo ju kujtohet që kjo storje me 15 prill që e ku mbo në fushë Kosovë? Komplet pjesa e përparme të kamionit është të hi në ujë. Wow. Qëre. Të merë, peshen edhe vetë, bërë. Jo pas qishtone s'kum po. S'ko, në Kosovë nuk ko kësi rrugë kështë. Bëhet fjallë për rrugën Pajazit Islami në fushë Kosovë, qëre kur kom shku te komuna, që kam premtu? Besoj që nëse mrena 2 mujve veç na mujna me trajtu ato me zhavar, paktën diçka që mu bue kalushme letë për... Okej, mrena 2 mujve mëni me zbut pak. Me zhavar. Do me thonë më kanë thonë që brenda 2 mujve kam pos probleme me kontrata me zhavër, na erdhëm mas 2 mujve, do me thonë qershor erdhëm, fatmirësisht, e pas kanë shtru me zhavër këto, qish po e shene që kamionat po kalojnë pak ma mirë, po tashti që ajo zgjidhjes që ka mujt me u bo, do me thonë një farë gjysëm harnimit që nga bo. 2 muj kam prit për zhavër, qish po do këtë, a ma mirë? Të merë, rëkon atëherë, tash e kanë shtru begi mirë është, e kalushme, është pak probleme që kanal s'ko, e ko atje... Qashtë, kjo një që mungesa i ko, do me thonë. E ko vend kalimin e ujt aty, badi ho aty u shtru e rruga, tash ko me kom problem. Qa dhe që të bje shi, apet ko më mush edhe ko më je hiktin e banorve. 100% këto ko më mush, në momentin që bjen shi këto ko më mush. Për momentin që isho kon, shumë largë ma mirë është. Mirë, 1-2 muj pritëm për do zhavar, tash edhe 1-2 vjetë për do asfalt, në shta. Zakonisht që ashtu pja bojnë. Kom u hop një kanal, kom u strukturu rruga, kom e marrë formën e dur, eventualisht, po besoj na që tash ti kena me shku në komun, edhe kena me pyt kur kanë me, qysh me thonë, me restauru taman, me jep pamje, dukje dhe struktur të rrugës të mirë fillt kësoj rrugë, e cila ka qarkullim të madh. Vazhdimisht kamionat kalojnë knej. Derisa që kojna te komuna, mos harroni që të operimet e mia në teren i mundësën posta izi, posta ma kredibile në Kosovë, delta grop rjeti i pompave me 21 pika në këtë Kosovën edhe babun Kosova, këtë restorantet i gjeni aty, për 30 minuta ju vjen ushqimit e dera. Rruga, ajo që quajmë ne rruga Dorontina, është veç se planifikuar për mu ndërtu prej anës ministrisë në lloj memorandumi për mu lidhë si tranzit me Prishtinën, me letu qarkullimin e qytetit fushë Kosovës. Një të lash e vogël është se janë në procedura të shpërndësimit për disa parcela që i prej këtë objekte të shpive private. Gjithashtu, tash e kanë një projekt edhe infrakusi për zërim të rrjetit të Hekurudhës, që është puna e trases të re të aeroportit, Prishtina aeroport. Prandaj ne jemi edhe në shqyrtim që atë rrugë si tranzit ta qesim mi Hekurudhë, jo ta lëm poshtë, po kur ndodh kjo? Shfrytëzohet për mbi Hekurudhë. Tash, nëse pjesa e tranzitit del mbi Hekurudhë për mu lidh realisht me pjesën atje të gatit e Ismetit del, mos ti përmenum bizniset, pjesën poshtme, do më rrugën Dorontina, na e kena me fut në planifikim për vitin ardhshëm me shtru me mjetet buxhetore të komunës. Për ndryshon, besoj që për një kohë, bazamentin e ka gjatë të fortë tash, kena gërmu dhe kena shtru shtresat të zhavorit qysh kërkohet si pas standardë për mi duru peshat e randa, që makinerit e randa që shfrytëzojnë mos me dëmtu për një kohë përkashme. Për ndrysha e rrugë veç do të planifikohet të besoj që për vitin e ardhshëm ne kena më mundu me ashtru vetë. Për vitin e ardhshëm? Po. Shumë. Nuk mujna janë planifikim buxhetore, nuk mujna mju ikë. Ajo është realisht të planifikuar si tranzit për Prishtinë. E kur vitin e ardhshëm? Po vitin e ardhshëm tash procedurat si zakonisht po fillojnë mas prillit. Ato janë disa procedura prokurimi që pranove kejt, do me thonë edhe një vjetë, po të upe i sotit. Na realisht mujna tash gjatë vitit me trajtu nëse ka defekte mas 3-4 mujna, mas 3-4 mujna nëse ka defekte ka vjeshta. Pak të derisa te keni sa ti rregulloni çështjet burokratike që mos me u kthy, mos me meç ashtu. Edhe kur kthehen gjendjen e më parshme me hedh prapë. Saktë, se kena plan edhe bashkë aty të kryqi rrugës Pajazit Islami me çet rrugën që bëhet, kena plan me bëu edhe një nënkalim.
E tash, domon interferohen njëra me tjetrën, nuk kemi çfarë pa pas Do me thonë vitin e ardhshëm kjo rrugë komo asfaltu, komo kriju kanalli, po thu. Sakt. Okej. Vitin e ardhshëm kjo në çfarë do mënyre, edhe nëse ose prej ministrisë ose prej onës tonë. Ndodh çka ndodh. Po. Çka që me njerëz ishte Arjanit Tërmkolli, drejtori i infrastrukturës në komunën e Fushë Kosovës, i cili na tha se nuk e kanë pjesë të planifikimit buxhetor atë rrugë për këtë vitin e ardhshëm e kanë, sidoqoftë na tha që në momentin e parë që kthehet gjendja kur ka treshura, kthehet gjendja më parshme, na kena me intervenu prap, kështu që na kena me najt në rrjedhë edhe normalisht sot një vjet kena me udok prap të rruga njëjtë me majt për fjalë Arjanitin. Unë jam Burim Pacolli me që ta morëm gjenin këtë platforma.